Një sasi prej 7.8 ton mishpule e importuar nga Brazili ka rezultuar e kontaminuar me salmonel, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë ushqimore. Produkti mbërriti në portin e Durrësit më 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, më 21 mars u konfirmua prania e bakterit të rrezikshëm në mishin e ngrirë të pulës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit konfirmoi për TV-Klan se ka bllokuar 5.2 ton mish të mbetur tek importuesi, por 2.6 ton rezulton se janë shpërndarë në treg për konsumatorët shqiptar, duke u bërë një rrezik potencial për shëndetin publik. Për këtë arsye, të gjithë inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë dalë në terren për të verifikuar subjekte tregtare. Martin Jurgaqi, drejtori i menaxhimit të riskut në AKU, në një reagim në Klan News, tha se po punohet për tërheqjen e mishit të pulës me salmonel nga tregu, ku mendohet se është shpërndar jo vetëm në Tiranë, por edhe qytete të tjera të Shqipërisë. Sot është dita e tretë që ne jemi në terren, edhe jemi duke kërkuar me gjitha trupat inspektuese. Sipas informacionit që kemi marrë, është shpërndar në 10 qarqe në vend. Nuk patëm një bashkëpunim të frytshëm dhe nuk gjetëm një dokumentacion gjurmëshmërie i cili të na udhëhiqte dhe të na bënte më të lehtë, le të themi, punën për mbledhjen mbrapsht të produkteve. Mishi i pulës i kontaminuar me salmonel përbën një kërcënim të drejtë për shëndetin. Infeksioni i salmonelës mund të shkaktojë diarre të rëndë, ethe dhe dehidrim, simptoma që shfaqen brenda 8 deri në 72 orë pas konsumit të mishit të infektuar. Vetëm gatimi në temperaturë mbi 70 gradë Celsius mund të eliminojë rrezikun.